Forcat armatosura të Ukrainës kanë kryer një seri sulmesh të koordinuara ndaj objektivave strategjik rus, duke goditur një depo nafte në rajonin Krasnodar të Federatës Ruse, 3 ura në territoret e pushtuara nga Rusia dhe një instalim radari në Krime. Lajmi është bërë i ditur nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës përmes një njoftimi zyrtar në rrjetet sociale. Sipas autoriteteve ukrainase, gjatë natës së 25 qershorit, njësitë ushtarake ukrainase goditën depon e naftës Poltavska në rajonin Krasnodar, një objekt që sipas Kievit përdoret për furnizimin me karburant të trupave ruse në territoret e pushtuara të Ukrainës. Pas sulmit është raportuar shpërthimi i një zjarri në zonën e objektit. Kjo është hera e dytë brenda pak ditësh që depoja e naftës bëhet objektiv i sulmeve ukrainase. Në të njëjtën kohë, ushtria ukrainase njoftoi se ka goditur 3 ura të rëndësishme logjistike të përdorura nga forcat ruse për transportin e trupave dhe municioneve. Bëhet fjalë për një urë rrugore mbi lumin Korshak, në rajonin e Zaporizhjas, dhe 2 ura hekurudhore mbi lumit Ajdar dhe Luhanchik, në rajonin e Luhanskut. Gjithashtu, sipas njoftimit, është goditur edhe një instalim radari në Krime, territor i aneksuar nga Rusia në vitin 2014.